Sipërfaqja e përmbytur 3 ditë më parë në fshatra Atobot dhe Goric të komunës Anamalit në Shkodër është përgjysmuar. Ulja e shkarkimeve nga hidrocentralet dhe rrjedha anormale lumit buna që bën shkarkimet në detin Adriatik kanë ndikuar në tërheqjen e ujit. Kriju i shtabit e emergjencave, Paulin Radovani, e ka cilësuar situatën optimale, ndërsa për kryekomunarin e anës së Malit, Xhevat Molca, tokat e Goricës, më së shumti përmbytur nga proji. Nëse Shkodra bashkë me komunat do ta kalonin shtudimin, do të ishte një fat i madh. Shkodra nuk ka ndonjë situatë normale, bele të i pas parasysh je për meritën tonën, për meritën e kohës, nivelin e ulët të qenit, edhe ujin e pak në kirit, po të ishte ndorë temen dhe të kishe kërku inxhinjerit drejtorit, që shkarkimet ishin më të mëdha, të kontrolluar kuptohet, me qëllim që t'i dalën përpara punës. Nivelet e ujit kanë ra, realisht nga kjo prezencë ujit ka pas më shumë i dëmtuar në fshatin Goric. Realisht ai është një fshat që nuk përmbytet vetëm nga shkarkimet e kaskadës Zënit, përmbytet edhe nga ujinat e shinave dhe nga proji që nda në malin e zi me komunën e Anamalit. Për situatën në kaskatën e Drinit, drejtori i hidrocentralit të Vaut të Dejës, Kujtim Proni, shpjegon se nga ky hec po shkarkohen 750 metër kub për sekond dhe punohet me 5 agregat, ndërsa Komani sot ka ndalur shkarkimet dhe prurjet kanë rënë në 200 metër kub për sekond. Po punohet domethënë me shfrytëzimin maksimal të 5 agregate, kuptohet sipas prurjeve që vijnë nga kaskada e Komanit dhe e Firzës. Është shumë normale dhe shkarkimet janë komplet në kotat e lejuara. Në lidhje me kushtet atmosferike ne duhet marrim masat. Qëndrueshmëria e kushteve atmosferike ka dhënë një frymarrje më të qetë në Shkodrës, që 3 ditë më parë nga shkarkimet mbi 1000 metër kub për sekond u përfshi nga rreziku përmbytjeve.